أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat ja ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin 660 me radhë që nga fillimi i librit, hadithin e dytë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina inda Allahi ala manabir min nur الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا." رواه مسلم. نرفان عبد الله ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: me të vërtet të drejtit tek Allahu do të kenë minbere nga drita. Janë ata që janë të drejt kur qeverisin me familjen e tyre dhe me të gjithë ata që i kanë nën pushtetin e tyre. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Në lidhje me këtë hadith i kemi marrë disa mësime dhe kemi dhënë disa këshilla dhe porosi. Kemi ardhur tek tema që nxirret nga ky hadith, rëndësia dhe vlera që ka drejtësia në jetën e një muslimanit, sidomos kur ky musliman ka pushtet dhe qeveris. Të dashur vëllezër, nga këto mësime, të cilat janë shkruajtur para qindra viteve, pe këtyre dietarëve, të cilët kanë jetuar në një shtet i cili është qeveris me Kur'an dhe me sunnet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta kanë insistu, këta ulema kanë insistu me a tregu edhe pushtetarëve, edhe intelektualëve, edhe biznesmenëve, edhe njerëzve të medias të asaj kohe, edhe shoqërisë në përgjithësi, rëndësinë e madhe dhe vlerën që ka drejtësia. Dhe se shtetet ecin përpara dhe zhvillohen me drejtësi, edhe nëse u mungon besimi. Kurse shtetet që kanë besim, mirë po kanë pa drejtësi, kanë zullum, ato nuk mund të ecin përpara. Zhvillimi, përparimi, progresi i një individi, i një familje, i një organizate, i një lagje, i një qyteti, i një komune, i një ministrie, i një qeverie, i një shtetit, zhvillohet edhe me drejtësi. Vetëm, s'ka mundësi tjetër. Edhe në mungesë të drejtësisë, atëherë mungon përparimi, mungon zhvillimi, mungon progresi. Dhe këtë rregull, une si hoq, edhe ti si xhamat, edhe na si musliman duhet me kuptu mirë. Edhe duhet me dhënë rëndësinë e duhur. Dhe duhet vazhdimisht më u zhvesh nga epshi jon, dëshirat tona dhe lakmia tona personale ose klanore që i kemi në gjykimin se çka është e drejtë dhe çka është pa drejtësi. Të zhvishemi nga lakmi dhe interesat personale. Nëse duam që ato vlerësime, ato gjykime, ato qëndrime na shpërblehen te Allahu dhul xhelal. Përndryshe s'ka kur një farë dobije për asaj.
Andaj e këshilloj çdo musliman, vetë fillimisht pastaj edhe të tjerët, që në të gjitha hapat tona, të gjitha angazhimet tona, të gjitha veprimet tona, të kemi frikë Allahun dhul xhelal dhe të shpresojmë shpërblimin prej tij. Dhe veprimet tona, fjalët tona, mendimet tona, qëndrimet tona, analizat tona t'i bëjmë përfitu kënaqësinë e Zotit. Nëse mungojnë këto parametra në këto veprime, këto analiza, ti mundesh me fitu edhe botën, por të Allah s'fiton asgjë. Andaj, kjo është rregull i jashtëzakonshëm që duhet potencohet vazhdimisht. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj me të vërtet, namazja, sakrifica jeme, jeta dhe vdekja ime, të gjitha këto janë për Allahun dhul xhelal. Kështu është parulla e muslimanit. Muslimanit të vërtet, muslimanit të devotshëm, muslimanit të sinqert. E japim këtë këshill për gjithë muslimanët. Nuk më intereson kush çfarë opsioni politik vlerëson. Është këshill për mua dhe për çdo musliman. Këtë qëndrimet tona, këtë fjalët tona, këtë mendimet tona, këtë muhabetet tona, këtë shkrimet tona duhet janë me këtë kantar. Nëse s'janë, ti mund është edhe botën me fitu, ama të Allahu s'fiton kur gjë. Edhe normalisht se cili njeri është gjykatës i vetës së tij. Peshoni fjalët e juaja para se t'ju peshohen. Peshoni mendimet tuaja para se t'ju peshohen. Peshoni veprimet tuaja para se t'ju peshohen. Peshoni qëndrimet tuaja para se t'ju peshohen. Peshoni animet tuaja, përcaktimet tuaja para se t'u peshoheni. Këtë kam me dalë para Allahu dhul xhelal. Shifet, na për shembull jemi njerëz, edhe s'mujna mi ditë këtë senet. Na jemi këtu bashk, po nuk jemi 24-7 bashk. Ti mundesh me kon këtu bashk, e mas shpine, e ati ku je vetë me bo çka dush. Mirë po, të Allahu nuk fshihet asgjë. Na mundemi me mshef njëri tjetrit gjonat tona, me mshef unet mendimin tem, ose punët e mia prej teje, ose ti me mshef punët e tuja prej meje. Ama unë edhe ti, çka do që bëjmë nuk mundemi me mshef për Allahun xhelal. Se kemi raste që fatkeqësisht dikush para te e paraqitet ndryshe, a realisht njëtën e vetë private edhe atë profesionale është ndryshe. Edhe shpeshe neve hoxhallarëve na akuzojnë në thënë, po ju filani e ki në xhamat, filani e ki në saf, filani e ki në saf, edhe po ti ki përgjegjësi për atë që bënoj. S'kemi na përgjegjësi për njerëzit që bëjnë jashtë xhamisë. Për njerëzit që bëjnë veprime jashtë xhamisë. Na kemi përgjegjësi për atë që e shohim. Edhe andaj na këshillojmë vetveten vazhdimisht që të jemi të sinqertë, të jemi të devotshëm, të jemi të drejtë, të jemi ndershëm, të moralshëm, guzimshëm, në thonjën e të vërtetës, edhe këshillojmë edhe xhamatin. Edhe me kaq përfundon ingerenca jonë, fuqia jonë. Mas kësaj, ai është përgjegjës për fjalët e veta, është përgjegjës për veprimet e veta, është përgjegjës për shkrimet e veta, është përgjegjës për humorin e vet, është përgjegjës për gjumin, për ecjen, për hajen, për shëtitjen, ai më jep llogari. Ama na kena dëshirë që të jemi të sinqertë me Allahun dhul xhelal. Edhe të mos bëjmë, do thot, veprime të ndryshme, të cilat janë kundërta me atë që na i themi kur jemi bashkë njëri me tjetrin. Se më kjo kalon nga sinqeriteti në dyftyrsi, nga besnikëria në gënjeshtër, nga pastërtia e sjelljes me njëri tjetrin në sjellje të fleshtë të njëri ndaj tjetrit. Këtu mo nuk ka sinqeritet, nuk ka besnikëri, nuk ka pastërti. Këtu mo do më thonë kanë kaluar faza tjera që askush për neve nuk ka dëshirë që rrethi me të cilin rreth e ka bashku xhamia me nda diçka tjetër për gjërave shumë të vogla të kësaj bote. Du më thonë edhe një fjalë. Këtë na jemi dëshmitar se si ndryshojnë opsionet politike.
Deri dje janë konë bashkë. Sot janë da dhe shahan me zveti. Deri dje janë shahan me zveti. Janë konë kundër njësë. Sot janë bo bashkë. Nuk i ka hije muslimanit. Hiq si ka hije muslimanit. As fetarisht, as moralisht, as i sjellje, me urejt vllaun e tij për shkak një qëndrimit politik. Që deri dje ishte me te, sot u ka dapi ti. E dje ishte i mirë, se ishin bashkë, sot zbëjka pse janë nda. Edhe kundër ta. Deri dje e ka shapë se kon kundër ti, zbëjka, e sot se ka bo bashkë me ketë, ka në bo i mirë. Ma dhe me thonë, qaq njeri me konë i menqëm, ose i pa menqëm, mësë me i kuptu këtë gjana. Të na dini Allahut është e para. Edhe ajo që na bashkon, s'duhet me leju askush për neve, diçka jashtë kësaj me nënda. S'duhet me leju, edhe pse, fatkeqësisht atë që e shohim, edhe atë që e njim, është ndryshe po ndodhë. Me atë që falen. Me atë që falen. I ka bashku xhamia, i ka bashku feja, e i dhnohen me zveti edhe shahen me zveti, për shkak të opsioneve politike. Nuk i ka hije muslimanit. Kime dhonë llogari para Rabbul Alaminit për atë qëndrim, administror ndaj vllahu tan për shkak të politikës. Edhe kundërta, miqësia, afërsia. Deri dje ke shah, ke kundërshtu, sot e vone vllahu ma të gatëm sa atë që e ki në xhami. Vetë se mendon si ti politikisht. Edhe u a them edhe këtë që këtë e dim, sot kush është bashkë, kjo s'do me thonë që edhe nesër ka me konë bashkë në politikë. Shumë shpejt vjen dita që ndryshon. E sot që ti e deshte qatë njeri, nesër kemi e shajt. Ose atë që e shajsh e sot, e nesër ndojnë opcionet politike bëhet bashkë, nesër kemi e dasht. Po qëfar ftyre është kjo? Që sot e shajnë, nesër e danë. Gje e shajsh e sot e danë. Qëfar ftyre është kjo? Ko është njerëzia, ko është burnia, ko është feja, ko është takvallëku. Na e përmendëm hadithin para këtij, që për 7 llojeve që në hinë Allahut, a di që s'ka hije tjetër veç hisë ti është, wa rajulani tahabba fillah. Dy njerëz që duhen për hir të Allahut. Për hir të bashkohen dhe për hir të ndahen vetëm. Vetëm është e turpshme, është shumë e ult. Ajo që na sot e shohim nga sjellja e shumë namazlive, me zvete. Është, do thotë, është aq e turpshme sa që të shtin në veri, në gërditje për asaj që e bëjnë ata njerëz. Që të shtin me mendu këta njerëz që ndëgjojnë hoxhallar e këshilla me vite, a kanë kuptu diçka. Mund vjen shumë keq me mri punat e namazlit, ma shumë ja pas gale qëndrimeve politike sa mungesës në për xhamia, në për derse. Kur vinë fushatat parazgjedhore, i shef mobilizohen, aktivizohen, mundohen me kontaktu me secilin, me bind secilin. Ase ka gale sa i mungon me vite në mësimet të hoxhallarëve. Mungon me vite në aktivitetet e shërbimit të islamit, të xhamisë, të shoqërisë. Nuk është vetëm kohën e fushatave zgjedhore, njerëzit me konë të mobilizuar, me kontaktu njëri tjetrin. Vllazëllëku i vërtet, ai fetar edhe ai kombëtar, duhet me qenë i pranishëm të na 24/7. Vllazëllëku i vërtet, ai fetar dhe ai kombëtar, duhet me qenë i pranishëm vazhdimisht në mesin tonë. Jo vetëm kur kemi interes, e kur mendojmë se në përmes këtij veprimit na mujna me fitu diçka për të mirave të kësaj bote. O vllazni, ja tham vetes vazhdimisht, ta tham edhe ty, kina me vdek në ditë. Edhe kejt që kjo që e bëjmë në ndunjo, ka me dalë në peshore. Krejt ka mu gjyku, krejt ka mu vlerësu. Jo ma i dhinto, reduna ala Allah, a dit, kejt keni mu paraqit para Rabbul Alaminit. La tekhfa minhu khafia, asgjë nuk fshihet për Allah. Hiq, ti mund është me më shef për me jesë. Neve e shohem këtë nga jeta, për shemë, unë e ri me ti, ri me atë, ri me këtë, kur vjen dikush ato gjotë, ja, njef filon, thëmë, po, njef, në stopin. Ama ai ndryshe është kusht është me ty. Mosbe, a hoxho ai, ti se ti shka bon e kursiv të. Qyshbe, ai gjemoti jem ndryshe, po ndryshe. A ka mundësi,
Po se s'është e mundshme, i thamune, thot, hajde, që këshire. Pa mundën në ndonjë, po marrë në vesh shumë gjana që bëhen mas shpine, e s'pëjet se në fshehu, po të Allahu dhu gjelal, po të Rabbul Alemini, a mendojmë na se kena me mujtë me mshefa. Andaj, nga kjo pikë, besimtari është i veçantë, është i dallum. S'ka ngjyra, s'ka dyftyrsi, s'ka kalkulime, s'ka interes personal. Veç me Allahun dhu gjelal mundohet me ndrejtë punët e tija. Si intereson as lider partije, as figur politike, as kush si intereson. Vetëm me qenë me Allahun mirë. Edhe lufte e ti duhet me qenë të gjitha mejdanet e jetës me përmisu jetën, gjendjen e popullit tonë këtone që t'jenë ma afër Zotit edhe ma mirë njëri me tjetër. E njëri që nuk e besojnë Allahun, ase adhurojnë Allahun, ase madhnojnë Allahun, as i përkuren Allahun. S'mundet më kona i ma i mirë se vëllavi jo që falë është me te. S'mundet. As njëherë. Edhe gabimet mëloja bëjmë në kësi lloj veprime shkur e anashkallojmë këtë parimet fetare, kur është bytje interesi jem personal, ose interesi jem politik, ose interesi jem material, ose interesi jem i famës, e punësimit edhe punësimi. Nuk vdes njeri për s'ka punë shteti. Nuk vdes për bukë, asë njëherë. Që në shkup, elhamdulillah, sa dimi na, po jam i bindun edhe sa të këtë jetë në këtë qytet, askush s'ka me dekë për bukë. Se ka aq njerëzit mirë që se lanë kërkanë keqë. Ama ti për një punësim, me tradhtu amanetin, dinin, fen, familjen, kombin, vendin ta. S'ka logjik kjo të muslimani. Edhe andaj na, rastisht neve na ka ndodhë, kaderi Allahut ka qenë që në këto dite fushatave zgjedhore që janë këtu të na, me ardhë të hadithet drejtësisë, që une si hoqë flasë edhe ti si gjemat na mu bo të rvije me drejtësi, edhe me e qortu vetë vetën gjëre që bëj gabim ka shikti parimit të drejtësisë, edhe me shok, edhe me bashkëpunëtor, edhe bashkëmendimtar, me luftu vazhdimisht që drejtësia me qenë ajo që na sundon. Jo pikpamja jeme dhe jotja për drejtësin, sepse na jetojmë në një kohë kur çdo sen shtrembrohet. Edhe futbolli, si futbol, mo nuk është ai sport i vjetër, sepse ka hi komari aty. Edhe u ka prish ai lezeti i futbollit. Po andaj edhe puna e parimeve dhe vlerave të rëndësishme fetare, kombëtare, institucionale, zhvillimore, edhe ato e kanë hukë kuptimin. Se këtë flasin për shtet të drejt dhe juridik, këtë flasin. Ama këtë kur vinë për shtet, nuk janë as të drejt, as e respektojnë ligjin. Edhe kjo më dhe është që të rrëdhët, vetë këtë na e shohim, nuk është pamje e reje se kemi kuptu. Gjdo mandat qeveritar ka afera korruptive. Nuk di, për 92-ën e dhe i sot, në 33 vjetë, dhe më thonë sistem pluralist, në këto vende, unë nuk di që ka pas mandat politik pa afera korruptive. Nuk di. Krejt ata që në fushata kanë thonë na jemi për shtet të drejt juridik, kur kanë marrë pushtetin, kanë bo afera korruptive. Ka pas dhe më thonë akuza për korrupcion, për keq përdorim të detyra. Që dhe më thonë, letë është me e thonë, vështirë është me zbatu. Edhe andaj edhe na kur folim me shok, me njerëzit që i kemi afër, do të më thonë, letë është me folë. Këtë folin. Problemi është kur ta marrësh, a të vazhdojsh me qenë një njëjti. Apo kemi ndryshu. Na kena pa njëjtë, plot njerëz që kanë folë, kur vim na keni me pa, do bëhet ndryshe, do bëhet më mirë. Kur ka ardhur, ka bëu më beter se ai tjetër që kam përpara. Kjo janë fakte që na këtë i dim, nuk është më bet i ri. Për 33 vjetë dhe më thonë pluralizëm të na, janë vazhdimisht janë pa, janë dëshmu. Pse? Sepse se cili e komenton drejtsin formën e vetë. Se cili e përgjigjë, edhe mi mësë merë rishvet, e thotë, së është rishvet, është shërbim. Që fetfabile. Edhe unë e më vjen që di, kur gjemati që rinë avër teje, nuk dvetë fetarisht për do veprime që i bënaj institucionalisht në të punën që i bënaj.
Nuk të vetë, a bën me po këtë punë as bën. E kur ti thush ti ke frikë Allahu çka e të bo, ai thot ka dalë vogja ti si ti e kuptu muhabetin. Ha çka është puna? Na i naty një mund njerëzve. Çuçi ti mund t'ja marr parat për një shërbim që dush me dhon ti si institucion shtetëror. Ke vjen sigurisht ai portieri te dera e ministrisë me të marr para me himrena. Pse? Se domethënë unë ta mësoj me himrena, po ti nuk e ki rolin me më pengu me himrena. Ti jevnu për atë, me më tregu mu ka me shku. Cila derë është ajo që masos punën muaj. E ju e keni e dini edhe shifni, pete portieri, deri të nartë ministri, në më ketë janë aty për me e gjvesh njeri ju, në më thonë pej hakut vetë. Jo për me e shtu hakun e ti, po për me gjvesh. E në këtë formë, nuk ethet për para. Kush do qoftë, së është më rëndësi, në më thonë, nësë flasim me ngjyrime, flasim në më thonë, atë që duhet na me kuptu si musliman, edhe me luftu, me shtu të mirën, me paksu të keqen, deri sa të vime një situatë ku kena me zgjedh, jo si kurse është deri tash, me zy të këshijave, me zgjedh të keqet më të vogël, për me pru situatën, me zgjedh që është një fasë me evolume mes të keqes dhe të mirës, po ajo që duhet me arrit na është me zgjedh mes dy të mirave, më të mirën. Ama kështu, si veprojmë na sot, ose deri sot, nuk e ndryshon gjendjen tonë. Dhe na jemi dëshmitar. Se ti je aktivist i vazhdueshëm politik. Në këtë cikël zgjedhore ti je aktivist. Edhe a kemi pruna situatën me zgjedh mes dy të mirëve më të mirin? Nuk e kena pru situatën. Që do më thonë ato angazhimet tona hala s'kan dhënë rezultate. Pse? Se ka një defekt mrena që nuk është korrigju si duhet. Unë e lusë Allahun e madheshëm që Allahun me na vetëdisu, fetarisht fillimisht, e në shtu devotshmërinë e frikën për Zotit, me na botë sinqert me Allahun fillimisht, e pastaj do të me e dash një tjetrin për Allah, dhe kur një herë mos me leju që qëndrimet tona politike me shkaktu mes neve hidhrim e urrejtje, e përçarje, e luft, por normalisht se cili me shëndru, dhe thot, ciklet zgjedhore në garë, kush për neve ma shumë ka me ofru shërbim të vërtet dhe shoqërisë. Shërbim të vërtet. Jo mundësi që ai me marë pushtetin e pastaj me vjedhë si ka vjedhë ai për para. A një pse fjallë ti ka shumë të mira për para, në qatë fushatës. A më kur po vjen, po bëhet njët edhe ma kesë ai që ka qenë para ti, Allahu na udhëzoft, e na përmisoft, e na vetëdisoft, inshallah ta'ala. Na përmendëm sqarimin e Imam Qadhi Iyadit rahimullahu ta'ala dhe Imam Neviut rahimullahu ta'ala në lidhje me drejtësinë në pushtet. Edhe folëm në mësimin e kaluam një kohë gjatë për punën e xhamisë dhe vakëfit të xhamisë dhe shërbime që duhet me bëj xhamisë dhe me pagu antarësitë. Edhe me dhon shërbimin ekonomik financiar për me i maj xhamiat, sa do vetë smahen. Nuk është normal ti me shvizu xhamin, temperaturën e xhamisë, nxemin e xhamisë, ujin e xhamisë, imamin e xhamisë, muezinin e xhamisë, mualimin e xhamisë, teneshirin e xhamisë, sandukin e xhamisë, ke xhamisë me shvizu kur jo mos e pagujt. Ka logjik apo? Ti pagun televizor kablovik që ndoshta edhe të shahen, edhe ti e pagun. Çka do që shvizon ti për gjanave në këtë shtet pagun? Kur vere puna xhamia dhe shërbimit të xhamisë, shoh si musafir aty. Edhe shumica e të rive s'pagujnë kur kanë antarësi xhamisë. Fatkeqësisht. E them na me sahabët i buk. Jo po gjo edhe ditën edhe natën bilëm, po në kap uria do të më hangër. Se s'mundesh me punu pa hangër, po thënë të rritë. Po mirë xhamia si mund të me zhvillu vetë. Ka një qaj që na e pimë për gjështun e djele këto. Nëse zbjerë dikush qaj, e zbjerë dikush sheqere, e zbjerë dikush bardak, e zbjerë dikush gjygim, e zbjerë dikush dhe më thonë, s'mund është ti me pi qaj. Dikush në me pru. A na për ditë pimë qaj, edhe s'na shkot me një ndonjërë me thonë, ka dalve kush e bjerë këtë qajnë. Që e piu në gjdo shtun e gjdo djele. A kupton sa imi na egoista, dhe në që fa nivelli. Ti në xhami je i pa drejtë zullumqar, që farësh në xhami, ti kemi pru drejtësin në shtet në politika.
S'mundet. Ti 15 vjetë mëson të hoxha njerës të Allahu tash për bleft. I zullumqar, ti keme kon i drejtë ku të marrësh pushtete. S'ka nonsens është, s'ka logjik, s'ka, domethënë nuk ka rregull logjik që mundet me na bën neve më të mirë se kjo që jemi. Edhe andaj xhamiat i kemi amanet. Për atyre që kanë në vakëf. E na nëse s'mundemi mbo na vakëfet tona që kina milon mas, e me shvizu brezat mas, s'pak këto vakëfet ti mirë mbajnë. Edhe të kujdesimi për to, duke kontribu se cili. 500 veta një xhami, ka 1 euro me dhonë 500 euro, ka 2 janë 1.000 euro, ka 3 janë 1.500 euro, ka 5 me dhonë janë 2.500 euro, 3.000 euro, që ti mund është me mbru argjimet e xhamis me komoditet. Amo ti shkon në xhami, shfrytëzo xhamin edhe mos u kujdes për xhamin hiç, ti nuk ka mundësi me kontribu në asnjë mejdan pastaj. Edhe kush fol masë ne për punë më të mëdha se kjo, themi pshele gojën, hiç s'du me një muhabet për te. Pshele gojën, mos fol. Se ti një kontribut vogël si i gatshëm me dhonë për mirëmbajtjen e xhamisë, keme fol për punë të mëdha. Ummeti Islam në Gaza, vritën në Palestinë, vritën në Siri, ka pas problem ummeti Islam në vende tjera, ti mos fol për ato tema të mëdha. Si i gatshëm ti me zgjedh problemin më të vogël minimal që e shfrytëzon vazhdimisht. Ti si i gatshëm çeshmën e shadërvanit xhamisë me mshel kur e shef që është rreth ujë këtë. Nuk dhem ajo ti. Ka me dhim gjaki muslimanit në Gaza dhimet, veç rren. Veç fol, ama ajo s'është pi zemrës. Që ti ujin që rreth që ti e shef se nal. Ti nesër me kon Zoti mos e boft në Gaza, ki me pon një tufrat, si më po kur gjë. Se na në punë të vogla po me tërbije. Edhe me to rritet tërbija jonë edhe pastaj në punë të mëdha kallëzim burni. Në fillim të luftës në Gaza, në Palestinë, shumica për neve u frikshin me përmend, me fol. Se çka ka me ndodhë me neve, o vllazi, i thëshmi në fillim, çka ka ma shumë se vdekje, ato po vriten, po masakrohen, ti Allah dush me kalkulu me mendu që ka me folën. E sot, këtë në gëzomi fitores musliman me nga zërnarjes të luftës. Ama dikush ka drejt për një me më gëzu, që prej fillim deri në fund ka kontribuar, dikush valla e ka dyftyrësi gëzimin e tij sot. Se gjithë gëzoj ke asë një laf me fol favor të musliman me Palestinë nga zë. U tutë këse ku me di që ka me dodhë me te. Nuk mund as me të myt, as me të vra, as me të prej këto. Ama ajo që neve e themi vazhdimisht, po na mungon friga e vërtet për Zotit, po na mungon dashnia e vërtet e Zotit, na kam luni i gjunave tona, i munafik lëkut, i gjërave që na kena qef vesh mu duk se jemi të mirë, se realisht me në tu kalbë senet. Po na kalbë zemra, po na kalbë të imani, po na kalbë sinceriteti, takva lëku, vlazni lëku. Aknena jashtë reklam sa të dush. Në prishin edhe atë pak sinceritet që keshim rrjetet sociale, s'ka me të send pa e nxerë më me zanë. Edhe pse normalisht e cili jep llogari Rabbul Alemini, si jep njerëzve llogari. Edhe andaj kjo është porosia jonë që na insistojmë te. Qëre me Allahun si je, s'është me nësi njerëzve që ka folim me ty, për ty. Me Allahun si je. E kur ta kemi na gale si jemi me Allahun, edhe cilë është nivelli i sinqeritet tonë me Allahun, atëra si se kemi gale njerëzve që ka folim. Edhe si gjykojmë, edhe si vlerësojmë. Ama nëse këtë situatë nuk e kemi në kontrol, nuk kemi përgjigje të sakta, heq mëse vazhdojmë ato tje. Se si e ndërtimin e duhur. E tu gabu, trash. Edhe kur të vjen ditë e llogarisë, nuk ka kush ndihmon. As kush për krah. As kush ndërhyn. As kush bën avokatur. As kush jep parë, s'ka. Vetë jete, punët e tuja dhe Rabbul Alemini. Për çdo imësi, ke me dhonë llogari. Për çdo fjalë që ke shkujt, e ke thonë, e ke fol, ke me dhonë llogari. E ma menoja kësaj dite dhe menoja kësaj kohë, dhe në prizmin e kësaj kuptoje ti udhëzimin tanë. Sa je i udhëzum, edhe sa ki deviju nga udhëzimi jot i parë. Nësë kemi fanatizëm tillë dhe Islamit
e davetit, e xhamijave, e davetgjive, sa kemi fanatizëm për shumë lider politik që kur ballin sejdë Allahut që kanë në. Turpshna është për muslimanët e sotit. Nuk ka logjik fetare që mundet me ta arsyetu këtë veprim tonin që t'i e ban. Allah i madhëshëm na mëshiroft me mëshirën e tij, Allah i madhëshëm na udhëzoft me udhëzimin e tij, Allah i madhëshëm na ruajt vetët tona nga lajthitja dhe devijimi, nga epshi dhe lakmia, lusë Allahun e madhëshëm që Allahu gjithëve të na bën të drejtë në fjalët tona, në qëndrimet tona, në veprimet tona, në organizimet tona, në synimet tona, në animet tona, në gjyrosjet tona, lusë Allahun e madhëshëm që këtij vendit Allahu vazhdimisht t'i sjellë të mira, shumëta dhe të begatshme dhe ta ruan këtë vend dhe gjithë ata që banojnë këto vende nga çdo e keqe e kësaj bote dhe e keqe e ahiretit. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.